Me datë 6 tetor të vitit të kaluar u zhvillua një aksion për shembje në objekteve të ndërtuara gjatë rrugës së Arbrit nga rreth rrotullimi në fshatin Fshat dhe në të gjithë segmentin e Xibrit. Gjatë këtij aksioni, i drejtuar dhe koordinuar nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, u shembën të gjitha llojet e ndërtimeve me argumentin se ishte një aksion kombëtar për lirimin e hapësirave në rrugët nacionale. Por aksioni u zhvillua nga tuneli Murrizit në anën e Xibrit deri në qafën e Bollit. Asnjë objekt tjetër nuk u shem nga qafa e Bollit në Peshkopi apo nga tuneli Murrizit deri tek rreth rrotullimin në hyrje të kryeqytetit. Të vetmi që u dëmtuan në rënd nga ky aksion ishin banorët e njësive Xibër dhe Klos, të cilët më hapjen e rrugës së Arbrit kishin ngritur disa baraka që shërbenin për ndalesa të shkurtra të udhëtarëve apo shitjen e produkteve që i prodhonin vetë. Edhe pse kanë kaluar 4 muaj nga aksioni kombëtar i nisur me shumë furi nga institucionet qendrore, prishja e objekteve ka mbetur vetëm ato të segmentit të njësisë administrative Xibër dhe fshatit Plani Bardh në bashkinë e Klosit.